Çka është i veçantë Isa alayhi salam që njerëzit e kanë marrë Allah në rujt si Zot ose Allah në rujt si djali i Zotit? Çka është i veçantë? Pyetje për ta. Ku është ajo pika për të cilën keni thonë kjo është e jashtëzakonshme për ata dhe na Allah në rujt e adhurojmë si Zot ose Allah në rujt si djali i Zotit? Ku është ajo elementi kryesor me të cilën thoni që kjo është? A din për cilën thojnë musliman? Për shkak se lindja tina është e veçantë. Ka lind pa bab heq. Edhe na musliman pajtohemi, ka lind pa bab heq. Mirë po nëse këshyrëm kështu, çka është puna e Adem alayhi salam, që këtë njerëzit e din që Adem alayhi salam ka lind pa bab dhe pa nan. Por që ka thonë Allahu azza wa jall, inna mathal Isa inda Allah ka mathali Adem. Shembulli i Isës alayhi salam tek Allahu është sikur shembulli i Adem. Njëjtë. Pra Allahun azza wa jall nuk luan rol a ekziston njani prind apo se ekziston. Kur don Allahu azza wa jall me kriju, e krijon. Plus asana muslimanat që më duket të çuditshme. Para mendu me ta myt dikush babën tan me një formë. Ke çfarë ke? Një drase ka qit, e ka pështet për drase edhe ka myt. Kur ti nuk don me pa ma që si drase me sy. Tash kur ti veç krishterët, pse kit kryqin kështu? Thonë se qështu në qitë formë e kanë kryqëzu Isën alayhi salam. E para pibjen që për me kanë kryqi i shajt të ku ka shpik kjo mazvrasjes të Isës alayhi salam, si pas tyne. Ata thonë që është vra Isa alayhi salam. Pibjen që Isa alayhi salam se ka thonë këta, kjo është masanena. Ose së më shme thonë të në nëshje. Kjo është masanena thonë, pibjen që vete këne thonë. E para, e dyta, nëse e dani Isën alayhi salam, edhe po thani që qashtu e kanë kryqëzu, atëre, ku është logjika? Me dasht kryqin, ku është e logjika? Që ta s'pe kuptaj. Nëse ka dikush më kalzu, le të më kalzën. Ama unë e di që në qofë se dikush ma myt mu dikan që unë e du shumë me qëtë formë, unë nuk du me pa ma atë formë kar. Ma myt në qatë vend, s'kam qef me ra shpesh. Ma myt në qëtë formë, s'kam qef me pa. Që kjo është logjika e njerëzve. Ama që kjo që shto që e kanë kryzu edhe për që ata kryqë është i joni i dashur, pse i dashur? Ku është në e logjika të puthnit kryqit, se është i dashur? Pekahet, kajtë këto që ka i thash. Këto janë për me të thanë fond që ta që na ka thonë Allahu azza wa jall mi thanë juve. Ka thonë o idhtar të librit. Ma e man, Allah të ka vlerësu kur të ka thonë o idhtar të librit. Nuk të ka thonë o jahudi o krishter. Ka thonë o idhtar të librit. O ju që i doni librat e mahershëm. E jani, të një fjallë që është e drejt mes neve dhe juve, të mos adhurojmë kur kanë përveç Allahun. Shimi çfarë butësie ju ka folë Allahu azza wa jall. Unë këtë këto i thash, por më mrite që kjo. Shimi çfarë butësie. Hajde, të adhurojmë vetëm Allahun azza wa jall. Mos të marrëm njëri tjetrin, njerëzit, për adhurim. Të adhurojmë Allahun azza wa jall, një atë vetëm.